Ky mesazh telefonik që po e shihni, i dërguar në emër të autoriteteve të trafikut të Kosovës, është mesazh mashtrues. Policia e Kosovës më 7 janar 2026 ngriti alarmin se qytetarët janë duke pranuar mesazhe të tilla, të cilat janë mashtruese, se kinse qytetarët kanë pranuar gjop trafiku dhe këto mesazhe përmbajnë linçe mashtruese. Policia ka përthirrje që qytetarët të mos hapin linçe të dyshimta, të mos i ndajnë të dhënat personale e të dhënat e tyre bankare dhe të fshinë menjëherë këto mesazhe. Në mesazhe të tilla, të cilat janë pranuar nga një numër i madh i qytetarëve, mes tjerash thuhet se ndaj tyre është regjistruar një shkelje në trafik. Qytetarëve kërkohet që pagesën e gjobës të kryejnë përmes një linku, i cili është i lidhur në mesazh, dhe ata paralajmërohen se nëse nuk kryhet pagesa, do të ketë masa shtesë e mesazhi dërguhet në emër të autoriteteve të trafikut të Kosovës. Kjo nuk është hera e vetme kur policia është detyruar të reagojë për mesazhe të tilla mashtruese. Gjatë vitit 2025, disa herë janë demantuar emaile të dërguara te qytetarët në emër të policisë, e që përmbajtja ka qenë mashtruese.